إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahu në falënderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Dunjoja është vend kalim i shkurtër kurse ahireti është vend qëndrim i gjatë. Sot ka vepra e nuk ka llogari, kurse të nesërmen do të ketë llogari e nuk ka mundësi për vepra. Çdo ditë dhe çdo natë që ne e kalojmë realisht paksohet jeta jonë edhe paksohen vitet e tona dhe sa më tepër afrohemi për tek Allahu Zogjel dhe te përfundimi i xhelit. Secili prej neve duhet ta pyesë veten e tij, një pyetje e sinqertë. Çfarë ofrova unë për jetën time? Jetën time reale, jetën time e cila do të jetë e përhershme në vendbanimin e përhershëm. Allah Zogjel thot, ja ju helladhina amenu ittakullah, o ju besimtar, kini frikë Allah. Ittakullaha wal tandur nafsun ma qaddamat li gadin, wattakullah, kini frikë Allah dhe shikoni se çfarë keni përgatit për të nesërmen e tuaj, dhe përsëri thot Allah, kini frikë Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah Zogjel e di me të vërtetë se ju çfarë veproni. Normalisht që nëse besimtari ndalet pak edhe mendon, edhe logjikon, edhe mediton, e kupton se realisht është një projekt i cili njihet si projekti themelor në jetën e tij. Ky projekt është projekti i adhurimit të Allahut Azhajal. Ky projekt është projekti bazë, themel, që secili prej neve duhet që të realizojë para se të nisë drejt Allahut Azhajal. Për hir të këtij projekti Allahu Azhajal i krijoi krijesat, jo vetëm se xhinat. Jo vetëm se njerëzit, po i krijoi edhe xhinat. Allahu Azza wa Jalla thotë: "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijuar njerëzit dhe xhinat përpos që të më adhurojnë. Nëse dikujt i jepet mbarësi që të përfshihet në këtë projekt, edhe të realizojë këtë projekt, me të vërtetë Allahu Azza wa Jalla ka dashur mirën atij dhe ai do ta marrë sigurinë në dunjë dhe shpëtimin në ahiretin e Allahut Azza wa Jalla. Ashtu siç thotë Allahu Azza wa Jalla: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fela khaufun alehim wala hum yahzanun." Allah tha, ata që thonë që Zoti ynë është Allahu edhe pastaj përqendrohen atë rrugë, do thot ata që thonë që ne kemi për Zot Allahun dhe ne e adhurojmë vetëm se Allahun dhe nuk i përshkruajmë atij asnjë ortak në rrugtimin ton, ata do të jenë të përqendruar në këtë rrugë, për ta nuk ka frikë dhe nuk ka pikëllim. Çfarë frikë dhe çfarë pikëllimi? Frikë nga çdo ballafaqim që e ka në dunjë me çdo vështirësi. Frikë e cila e përjeton secili i cili nuk e adhuron Allahun Azza wa Jall, e ky nuk e përjeton atë, përkundrazi ndjen siguri edhe ndjen rahati, dhe po ashtu kur do të vijë momenti që ato dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall, atëherë kur melekt vinë, ndjen siguri edhe ndjen rahati, për shkak se e di që është munduar të adhurojë Zotin e tij, edhe e di se pas asaj do të vijë diçka e cila është më e mirë, sepse ky është premtimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe po ashtu pikëllim për familjen e tij që lë mbrapa tij, sepse normalisht secili është i lidhur për familjen e tij, e pastaj i shkon ndërmend atij se çfarë do ndodh me ta dhe si do të jetojnë ata dhe prej ku do të ushqejnë ata e kështu me radhë. E Allahu Zogjel i asiguron këtë gjë. Thotë ti mos ke as frikë, edhe mos ke as pikëllim, për shkak se ti ke qenë i përqendruar në këtë projekt madhështor, që ke kuptuar realitetin e tij dhe ke dashur që të qëndrosh i përqendruar në këtë rrugë. Dhe thot Allahu Zogjel: "Ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun." Për ta ka xheneti të Allahut Azza wa Jall ku do të qenë përgjithmonë shkaku i shpërblimeve të mëdha që ata i morën sepse punuan në këtë dunjë. Pas këtij projektin madhështor vijnë pastaj projektet e tua personale që ndalidhen me ty. Çfarë unë ofrova për veten time, çfarë unë ofrova për familjen time, çfarë unë ofrova për shoqërinë time. Normalisht këto pyetje duhen të jenë sinqerta dhe secili t'i parashtrojë vetes së tij, sepse ne jetojmë për dishmëri, edhe kemi nevojat e tona, dhe kemi nevojat e familjarëve tonë, dhe po ashtu kemi edhe drejtë edhe hak edhe ndaj shoqërisë ku jetojmë. Këto pyetje zakonisht njeriu ne vetëdijson që ndalet edhe të mendohet se realisht
unë çfarë kam sakrifiku për veten time? Çfarë ke sakrifiku? A ke sakrifiku diçka apo jo? A e fali namazin unë? A jap zekatin unë? A agjeroj unë si e kam raportin unë me Zotin tim? A jam i sinqert unë në namazin tim? A e fali namazin tim unë me përkushtim? A e fali unë namazin tim me përulje? A jam i sinqert kur e jap zekatin tim? A jam i sinqert unë kur jap sadakon time? Apo e jep që njerëzit të përfolin edhe të thonë që unë jap sadaka? A jam unë i drejt me familjen time? A jam unë i drejt me familjen mi? A e falëndroj unë Allahun për dhunti që Allah mu mi ka dhonë? A e përmendi unë Allahun shpesh? A kërkoj mbrojtje unë kur kam probleme prej Allahut azza? A luftoj? A mundohem? A përpiqem me shpirt e me zemër që ta adhuroj Zotin tim? A baj durim kundrejt gjithë atyre fatkeqësive që më ndodhin e përditshmërinë time? Unë a jam stolis ose a jam pajis me vetytet më të larta që neve na mëson feja jonë? Unë a jam mundu që ta largoj një vesë në jetën time, sepse njeriu ka shumë vese, edhe në esencë ato vese janë si një lloj bombe e cila për çdo moment pritet që të eksplodojë në shpirtin e tij ose në mendjen e tij. A jam munduar që t'i largoj ato që më shkaktoj probleme? A janë musliman të ratë? A janë musliman të ratë prej meje, prej dorës ime, prej gjuhës ime, prej veprimeve të mia? Unë a jam i dobishëm për shoqin ku jetoj? Sa kam punu, sa jam angazhu dhe sa jam mundu që të jem dobinë e tyre? Gjitha këto pyetje, nëse ti ndalesh edhe pak i mendon, edhe realisht ndalesh, mendon, edhe i shikon, edhe i shënon, edhe i shkruan secilën prej tyre se ku ke qenë i suksesshëm, edhe ku ke dështu. Kjo padyshim që ka përmendit e ti, ka përmendit që të punosh edhe më tepër dhe ti përmirësosh gabimet e tua. Mirë, po këto pyetje duhen qenë sinqerta. Unë e kam dorëzu amanetin, e kam ruajtur shesin, e kam respektuar marrëveshjen, e kam respektuar shokun, e kam dhënë një bosjeshe vllave tim musliman me sinqeritet. Gjitha esenca, baza që neve na mungon, ku është? Esenca është baza te sinqeriteti. Kjo është ajo që neve zakonisht na mungon. Ne kemi vepra pa përqet. Kemi punë, po nuk shifen gjurmë, nuk shifen rezultatet. A realisht e jo që çka është? E jo që është që ti të mundohesh ta lësh një gjurmë në këtë dunjë që ti sot e përjeton edhe jeton. Një gjurmë që nesër do të mbetet për ty. Ti ka mundësi me jetu shumë vite në këtë dunjë. Po nesër kur ndrosh jetë, askush nuk njeh. Mbetesh i panjohur në histori. Askush nesër edhe varri të humbën. Edhe emri dikun zhduket. Nuk e di askush për ty se ti ke jetu. Ama ka njerëzin e përdit i shohme dhe i lexojmë se kanë mbet në histori, kanë lënë gjurmët e tyre ende sot e madit e ekzistojnë. Ndoshta kanë jetu pak, megjithatë gjurmët e tyre kanë mbet për gjatë. Ndoshta kanë jetu disa vite, mirë po veprimtaria e tyre është shumë e madhe. Sot e madit punohet, dhe sot e madit lexohet, dhe sot e madit mësohet me gjitha ato që ata i kanë shkruar. A nuk i merr lakmia atyre? A nuk dëshiron që edhe ti njëtën tënde me pas një gjurmë, edhe me pas një të mirë, që ti kush pas vdekjes tënde me bën një luqje për ty dhe me thonë Allah është përblet, Allah e më shiroft, e ka më mirë. E normalisht kur ti e kupton këtë koncept tjetës edhe vetëdijsosh, atëherë ke për me pas që edhe veprat e tua kanë me qenë më ndryshe. E këto nuk ka mundësi për me realizu vetëm se ti kur e kupton esencën e krijimit tënd, çat projektin e madh fillimisht që është. E para, e dyta, pas asaj ta kuptosh se ti ke projektet e tua që ndalidhen me ty, me veten tënde, me familjen tënde dhe me shoqërinë ku jeton. Nuk ka shëmbyr që ti të jesh ai i cili çdo herë do të dëshiron që të shfaqesh për diçka. Qëllimi këtu është diçka tjetër. Qëllimi është që ti me lën një gjurmë. Me lën një gjurmë e cila është e dobishme dhe ke me marr me vete. Një shenjë që e le dhe aludon për ty pas vdekjes tënde. Këtë shenjë e realisht kush përfiton prej saj? Përfiton qetri, mirë po përfiton edhe ti normalisht. Për shkak se ti je ai kryesori. Është e vërtetë se ti bën mirë, mirë po realisht dobia kryesore kthehet te ti. Shumica e njerëzve sot keni dëgjuar nuk bëjnë vepra të mira për shkak se thotë, nëse unë i bëj atë mirë, ai nuk më kthen me të mirë. Ky rregull nuk është i saktë, nuk është i drejtë. Për shkak se ti e ke një marrëveshje me Zotin tënd. Kjo marrëveshje është që ti me adhuruar dhe me punu vepra të mira, me ofru Allahu të zgjidh. Nëse ti mundosh për me realizu këto, atëherë me lenë Allahu në hec, pavarësisht njerëzit atë falënderojnë apo jo. Njerëzit nuk janë falënderues, harrojnë, neglizhojnë. Mirë po te Zoti yt nuk ka mundësi të hiqë asgjë.
Çdo gjë shkruhet, shënohet dhe ditën e Kiametit ke për me pa me lenë Allah. Sa do që qetë vogël, ty mos interesoj ata atë falëndrojnë ajo. Ty le të interesoj ti a ke lënë një gjurmë apo nuk ke lënë një gjurmë. Këto projekte që i përmenda nuk janë të lehta. Normalisht i vetëm si një bosqeshje me Allah vllavit tan, sinqert. Ftyrën e tij është e rëndë sepse duhet të luftu me nefsin tan, se nefsi thot mos i fol. E ke një mos pajtim me ta. Momentin e parë që takohesh me ta mos pajtimi bie shkak që ti mos me përshëndetëm. Mesela mos flasim për me Allah një bosqeshje. E çka duhesh me bë? Ajo luftë që ti e bën me veten tënde me nefsin tënd, realisht është luftë reale. Edhe do shpërblesh për ta. E nëse arrin për me dhon çat bosqeshje, tjetër sinqert me lenë Allah atëre ke për me pa se sa e bereqeshme do të jetë. Gjitha këto projekte, edhe shumë projekte tjera, a kërkova falje, a u ktheva, a u pendova, a u ktheva Allahu, a realizova do të thotë një detyrim, a largova për një ndalesë, janë projekte të shumta. Unë besoj që secili prej neve i di mirë, po unë pse po e them projekt? Pse po e titulloj projekt? Për shkak se është projekt realisht. Sikur sa ai që e bën projektin e dunjos, ta bëj një shtëpi, ta bëj një vetur, ta bëj këtë dhe këtë dhe këtë dhe ko projekt tjetër. Edhe ti ke dush me posën projekt tjetër që ndihmon për akiratin tan. Gjitha këto synime që besimtari realisht e ka, qëllimi i tij është të arrijë një synim kryesor. Ky synim i kryesor është adhurimi i Allahut dhe poshtu kënaqësia e tij. Nëse ti arrin për me fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jall, atëherë nuk ka më mirë. Dëgjoni këto fjalë që Allahu azza wa jall i thot në librin e tij. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ne u alam trashëgimi librin, Kur'anin, disa prej robërve tanë që ne i zgjedhëm. Dietarët e tefsirit thonë që për qëllim është libri, Kur'ani, kurse për robërit e zgjedhur janë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që Allahu azza wa jall u ala trashëgimi atyre. Librin e Allahut që ata ta lexojnë, ta meditojnë dhe të punojnë me të. Pastaj thotë Allahu azza wa jall: Feminhum zalimun li nafsi. Ka prej tyre që në mesin e tyre janë zullumqtar. Zullumqtar, qëllimi është që i bëjnë disa prej gjunaheve të mëdha dhe nuk i respektojnë disa prej detyrimeve. Thotë Allahu azza wa jall pastaj: wa minhum muqtasid, dhe ka prej tyre që janë mesatar. Mesatar, qëllimi është ata që i respektojnë urdhat dhe largojnë ndalesave, po nuk kanë shumë nafile. S'ka mundësi për me bë më tepër, do thotë gjëra të cilat janë vullnetare. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Dhe ka prej tyre të cilat janë të partë në punë të mira me lenë Allahut azza wa jall. Këto tri soj ose këta tri soj Allahu azza wa jall i përmendin në Kur'an, që këta tri soj janë pjesë e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka prej tyre që janë gjunaçar, i bajnë gjuna të mëdha, disa prej gjunave të mëdha, dhe nuk i respektojnë disa prej rregullave, po janë besimtar. Dhe shpresojnë faljen e Allahut azza wa jall. Dhe ka prej tyre që i respektojnë rregullat, i respektojnë urdhëresat edhe largon prej ndalesave. Dhe ka prej tyre që janë më dalluarit. E këta më dalluarit janë ata që i gjend part në punë të mira, nuk diskutojnë. Nuk diskutojnë rreth asaj se unë as problem apo nuk problem, a ma di dukush apo nuk ma di dukush, nuk ka lidhje, nuk i intereson. Qëllimi është thjesht ta kënaqë Zotin e tij. E tha Allahu azza wa jall: "Dhalika huwa al-fadlu al-kabir." Me vërtet, kjo është një mirësi shumë e madhe. Çfarë do të fitojnë këta? Allahu azza wa jall pastaj tha: "Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir." وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Allah azza wa jall tha këta do të hyjnë xhennetin e Allahut, xhennetin Adn. Ku ata do të vishen ose ata do stolisen me rrethorëzara prej arit e margaritarëve dhe rrobat e tyre do të jenë prej mondafshi. Dhe kur të hyjnë xhennetin e Allahut do thonë falënderimi i takon Allahut, i cili e largoi prej neve brengën, cilën brengë? Brengat e dunjos, lodhjet e dunjos, brengën e asaj se si do të atakojë Zotin e tij, pasi që hyjnë xhennetin e Allahut dhe i përjetojnë gjitha ato vështirësi, urën e siratit, edhe pastaj llogaridhënien, edhe gjitha ato stacione që kanë kaluar në falënderimi i takon Allahut që për neve e largoi brengën. Me të vërtetë Zoti ynë është që fal shumë dhe Zoti ynë është bujar. Elusa Allahu që ta bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Jeta jon e realisht janë vetëm se disa frymorje që njeriu i merr. Çdo herë që njeriu e merr një frymorje, vetëm se paksohet nga jeta e tij dhe nga vitet e tij. I mençur
është ai i cili llogarit veten e tij para se të vijë dita që të llogaritet. Ai që llogarit veten e tij në këtë dunjë do fitoj edhe do shpëtoj ditën e Kiametit. Kurse ai i cili qëndron neglizhent përballë llogaritjes vetes së tij, padyshim që ai do të dështoj edhe do gjej keqardhje ditën e Kiametit. Padyshim se e jona është që ne të mundohemi ta arrijmë atë e cila është e dobishme për ne. Vazhdimsi ta ripërtrim marrëdhënien tonë me Zotin tonë, marrëveshjen që ne ja kemi dhënë Allahut, se ne do ta adhurojmë dhe do të qëndrojmë në rrugën e tij. Kjo marrëveshje duhet që të ripërtrihet vazhdimsi. Kjo është një marrëveshje që esenca është që ja ke dhënë atij, po kjo marrëveshje nganjëherë zbehet, edhe robi harron edhe neglizhon. Prandaj duhet në vazhdimsi që robi ta ripërtrijë marrëveshjen e tij me Zotin e tij dhe t'i kthehet Allahut me sinqeritet dhe me pendim të sinqert. Prandaj thot Allah Azza wa Jall: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendoni te Allahu sinqerisht, o ju besimtar, me qëllim që ju të shpëtoni. Kthehuni Allahut shkaqjet gjithë atyre gjunaheve dhe atyre veprave që ju i punoni, sepse nuk ka njeri i cili nuk gabon, mirë po megjithatë ai i cili njeh Zotin e tij dhe kërkon që t'i kthehet atij, padyshim që Allah Azza do t'ja mundsoje atij. Unë thash edhe më herët se secili prej neve duhet me pas një synim që në jetën e tij ta lejë një gjurmë. Pse lefit parë tonë thoshin që burri njihet sipas ambicieve të tij. Sa më shumë që ka ambicie, aq më shumë ai dallohet me burrinë e tij. Thoshin ata, ma tregoj ambicien, tregoj çfarë burri je. Nuk ishte sigur se sot ma tregoj sa pasuri ke ose çfarë pozitën bën që tregoj se kush je. Jo, te ata ishte më ndryshe. Ma tregoj ambicien, unë tregoj çfarë burri je. Te ata e shifnin si gjë e neveritshme e keqe një person i cili nuk punon, nuk angazhohet as për dunjon as për ahiretin e tij. Një person i cili qëndron as indiferent, as nuk dëshiron punë, as për dunjë as për ahiret, nuk kishte mundësi me gjetë një njeri të tillë. Ata e donin Allahun dhe e dinin që dunjoja është mundësia për me arrit deri tek Allahu Azza wa Jall. E dinin që vdekja është ai stacioni që i pengon, andaj ata përgatiteshin për të, edhe mundoheshin që të punojnë vazhdimsi, që të vijë dita dhe të takojnë Zotin e tyre, për shkak se e kuptuan mirë që kjo dunjë është thjesht kalimtare, kurse ahireti është vendqendrimi i tyre i përhershëm. Andaj e jona mbetet që ne të mundohemi ta lëm nga një gjurmë në këtë dunjë e cila do të dëshmojë për neve e jo kundër neve, sepse ajo gjurmë realisht ajo gjurmë është e cila aludon për ne dhe mbetet çdo sen me neve dhe me emrin ton. Andaj le të japim sadaka, sado që qet e vogël nuk luan rol te Allahu Azza wa Jalla, ai do të jetë e madhe. Ta respektojmë fillimisht farefisin, ta respektojmë veten, ta respektojmë prindin, të respektojmë do të thotë besimtarët në përgjithësi, ta thuami të vërtetën, po ashtu të kapemi për rrugën e drejtë, të braktisim gjunat, të kapemi për istighfarin, të lutemi për musliman që ata të udhëzohen edhe të mbarsohen, sepse me të vërtetë me udhëzimin e tyre atëherë do të përmirësohet edhe shoqëria, me përmirësimin e shoqërisë do të përmirësohet edhe ummeti. Nuk ka mundësi që të përmirësohet një shoqëri nëse nuk përmirësohet individi. Ne gjithë shpresojmë përmirësim edhe duam ndryshim, po ndryshimi duhet që të fillojë fillimisht prej neve vetë, e pastaj të kalojë te familjarët, e pastaj të kalojë te shoqëria, e kështu do të përmirësohet edhe ummeti me lenin Allah. Përndryshe, nëse ne themi që duhet përmirësim e nuk përmirësojmë, atëherë fjalët tona do mbeten bosh, fjalë që vetëm se pretendojnë pasherë nuk realizojnë, fjalë që vetëm mbeten shpresë, por jo realitet. Andaj le të kapemi me seriozitet para atë që njihet si përmirësimi i vetes, le të përmirësojmë raportet me Zotin, le të përmirësojmë raportet me shoqërinë ku jetojmë, le të bëhemi më të mirë, le ta kemi synim ta lëm një gjurmë në këtë dunjë e cila është gjurmë që aludon për neve se kemi bërë një punë të mirë, me qëllim që pas vdekjes son dikush të lutet e të thotë Allahu është përbleft, të Allahu ja lehtësoft, Allahu e fal, sepse me të vërtetë ky njeri është angazhuar dhe ka punu dhe ka lënë një gjurmë në këtë dunjë, e kështu le të mbetet emri unë të përmendet në dunjë para se të përmendet në ahiret. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.